më vjen shumë mirë që aty në shesh ka progresist, socialist, konservator, demokrat, socialist të zhgënjur, mjedisor, të gjithë. Është Shqipëria vërtet. Të gjithë grupimet janë aty në shesh. Shqipëria sot është në bulevard. Çdo natë në orën 7, në orën 8, aty është Shqipëria me gjithë format, me gjithë grupimet. Ishin në parlament, e veta. Sot në parlament ka ndodhur një nga shfaqjet më të turpshme me atë dhuntë njerëzore të përsëritur. Ka ndodhur e njëjta dhunë me demokratët sa herë ata kanë protestuar dhe ndodh sot me qytetarët shqiptar, qytetarët e lirë shqiptar që po i zbardhin faqen këtij vendi sërish, me dhunën që me të vetmen gjë që di të bëj kjo qeveri, që është dhuna, presioni ndaj qytetarëve shqiptar. Do kalojmë aty, po dua t'i marr pasardhë. Dhe ndaj ky bashkim që ka ndodhur sot në shesh për mua është një lajm shumë i mirë përtej dallimeve. Do ketë një moment që ne do merremi me dallimet me njëri tjetrin, me ideologjitë, me mënyrën si e shikojmë zhvillimin e Shqipërisë. Sot është ky moment kritik që ne se s'dua ta kaloj zhvillimin në PD, se dua t'i marr me radhë. Patjetër. Dhe një debat që ka një kritik ndaj zotit Berisha dhe ndaj PD-s është rizgjedhja e zotit Flamur Noka. Edhe pse unë mendoj që ata që kritikojnë zotin Noka bëjnë shumë gabim, se funditës është një punonjës partie nivelit lartë. Dhe nëse kanë kritika duhet ta bëjnë te leadershipin, nuk duhet ta bëjnë, po gjithsesi. Më jep një koment edhe për rizgjedhjen e zotit Noka se edhe në rrjetet sociale shikoj që është nga njerëzit më të atakueshëm. Edhe mediatikisht patjetër. Un kam këtë test lakmuzi. Në qoftë se shikoj që mediat e regjimit, po them, sulmojnë një individ, do të thotë që ky individ se ka patur edhe nga brenda. Zonja Kuçana bëri një rezolut kundër mulizimit e quajti. Nëse çdo njeri është i lirë të mendojë atë që do. Zoti Noka ka qenë një nga shtyllat kryesore dhe këtë ju a them me një objektivitet shumë të madh në kushtet kur Partia Demokratike ka qenë në rrethim, ka qenë në një agresion të pashembullt. Sot që ne kemi kaluar emergjencën është kollaj që t'i harojmë ato që kemi kaluar në vitet e kaluara. Po Partia Demokratike u tentua me të gjitha mënyrat që ta azjesoj dhe me azjesimin e saj ta azjesoj pluralizmin politik. Dhe ky është një fakt, është një realitet. U tentua ju mor logoja, vula, simbolet, u hoq emri kryetarit nga fletë e votimit. Mund të mos ta duash zotin Berisha. Po është një absurditet që ndërkohë që koalicioni opozitar i thoshte KQZ-s që ne përfaqësohemi me zotin Sali Berisha si kryetar të koalicionit opozitar, KQZ-ja thoshte jo, nuk është ky përfaqësuesi juaj, është dikush tjetër. Ligjërisht ashtu ishte. Jo, përfaqësuesin e vendos koalicioni opozitar se me këtë duan të përfaqësohen. Nuk e cakton shteti se këtë do që të ketë përballë. Dhe fakti që e kanë kaq frikë zotin Berisha, zotin Noka po të doni, mua më duket se u ashton vlerën edhe zotit Berisha dhe zotit Noka. Nga ana tjetër, në Partinë Demokratike vendos vota, Këshilli Kombëtar vendosi që sekretar të përgjithshëm të rikonfirmonte zoti Noka për një mandat të dytë. Ndaj nuk e di ku qëndron habia. Dhe unë sërish të theksoj që Partia Demokratike si një parti konservatore, ose të paktën dhe unë personalisht e kam këtë, që nuk më pëlqen shumë të fokusohem te kjo betejë e brezave, moshave, gjinive, sepse unë mendoj që në thelb ka vlerë individi, meritat që individi ka, aftësitë e tij, forca e tij për të ecur përpara, për të bërë ndryshimet që një shoqëri ka nevojë, dhe për ne rëndësi ka lidhja mes brezave, eksperjenca, sepse konservatorizmi në thelb kjo është marrja e eksperiencës e traditës, e historisë nga e kaluara për të formësuar të tashmen dhe të ardhmen në thelb. Dhe ndaj e ritheksoj që në PD mendoj që me proceset e javëve të fundit që kanë ndodhur, është arritur një balancë e mirë e eksperiencës, e lidhjes brezave dhe erisive që dhe për ta mbyllur diskutimin PD, zoti Berisha duhet të qëndronte apo duhet të ikte? Si kryetari i Partisë Demokratike. Debatet e ky diskutim. Po, debat jo në PD, sepse në PD sërish ndodhi një proces zgjedhor. Çdo njeri që nuk e donte zotin Berisha mund të votonte për të mos ta rikonfirmuar,
Zoti Berisha u rikonfirmua nga demokratët për të qenë kryetar edhe për një mandat tjetër dhe për ta drejtuar Partinë Demokratike në betejat elektorale në vijim apo në sfidat që ka shoqëria shqiptare sot. Zoti Berisha e ka provuar që në momentin më të vështirë, pa logo dhe pa vull, në kushtet e një regjimi autokratik, kushtet kur presioni është jashtëzakonisht shumë i madh, siç ishte në 2023-shin, në 2025-ën, ku raporti Josbe Odirit thotë është migulluar viandarse mes partisë në pushtet dhe shtetit, janë përdor burimet shtetërore, janë falur gjobat, janë dhënë bonuset, licencat e kanabisit, krimi organizuar që përmendet për herë të parë. Zoti Galer, eurodeputeti që vëzhgoi zgjedhjet këtu kur u kthye në Parlamentin Evropian, tha që në Shqipëri krimi organizuar pengon rotacionin politik, që në këndvështrimin tim është një nga deklaratat më të rënda që është bërë për Shqipërinë në 36 vitet e fundit, e megjithatë zoti Berisha tregoi që ka 530.000 vota, të cilët janë qytetarë shqiptar që arritën të vrasin frikën, arritën të qëndrojnë në momentet më të vështira të këtij vendi dhe t'i japin votbesimin e tyre Partisë Demokratike. Është detyra jon e të gjithëve që të arrijmë të mbrojmë këta njerëz që na kanë besuar dhe të arrijmë të vrasim frikën, të ndihmojmë të vritet frika tek qindra mira qytetarë të tjerë, të cilët unë jam i bindur që nuk e votojnë këtë shumicë formale që është sot, por kanë qenë të detyruar, të presionuar e kështu me radhë. Dhe ndaj ky ekip i ri që është krijuar, i ka gjithë mundësitë që ndoshta me një strategji të re, me një qasje tjetër, me një mënyrë tjetër të bërit të gjërave të arrit tek çdo qytetar shqiptar. Dhe të jetë në krah çdo qytetar shqiptar. Si zoti Berisha nga afër, Nikola, të punosh me të jesh me të? Si është ajo që nuk duket në media ose që nuk e kuptojnë edhe opinioni publik, nuk e njeh? Zoti Berisha është shumë e thjeshtë të punosh me zotin Berisha në radhë të parë. Ka një mirëkuptim shumë të madh në të punuar, natyrisht dhe kërkesat janë shumë të larta. Digjon apo thjesht bën sikur digjon? Si thuhet për liderët shqiptarë? Digjon. Unë në eksperiencën time kam provuar që ai digjon. Natyrisht nuk është detyra e kryetarit të partisë që të dëgjojë dhe të zbatojë çdo gjë që i thon. Patjetër. Kjo vlen për çdo. Kjo vlen për çdo, për një drejtues kompanie, për një drejtues partie, për një drejtues shteti e kështu me radhë. Por shumë propozime të mijat dhe të shumë kolegëve të mi që është e vërteta, zoti Berisha i ka dëgjuar, i ka aprovuar dhe janë bërë realitet. Madje kujtoj këtu një nga eksperiencat më të para në këto vitet e fundit të punës time me zotin Berisha ka qenë përpilimi i kushtetutës së vlerave të djathta që i quajtëm ne, që ishte doktrina politike, që më pas u bë doktrina politike zyrtare e Partisë Demokratike. Kur nisi procesi i rithemelimit, zoti Berisha thritimua dhe një grup të rinj të tjerë për të me një qëllim të qartë për ta rikthyer PD-n në shinat e të djathtas. Në vitet e drejtimit të zotit Basha, Partia Demokratike ishte kthyer pak a shumë në një OJF të majt. Unë personalisht të paktën që jam shumë i ndjeshëm ndaj elementeve të djathtas, të konservatorizmit, e shikoja me një farë keqardhje në ato vite të drejtimit zotit Basha, faktin që mungonin shumë elemente të djathta. Dhe më erdhi mirë kur zoti Berisha më bëri këtë propozim bashkë me kolegë të tjerë, dhe në fund ishte insistimi i tij që ky dokument që ne prodhuam, që ishte një dokument ideologjik, filozofik, që vendoste PD-n në këto shina të djathtas, u pranua nga Partia Demokratike, u votua në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike dhe sot për çdo që do ta lexoj, është në faqen zyrtare të Partisë Demokratike. Po, unë kam lexuar, kemi diskutuar më herë bashkë. Dhe është, po themi, doktrina zyrtare e Partisë Demokratike mbi të cilën është bazuar programi elektoral i vitit 2025. Kthehemi te protesta. Rama në burg, Berisha në burg, opozitë shqitur. Si ndjeni kur dëgjoni këto shprehje? Së pari, unë dua të them për protestën të ripërsëris atë që tha shqiptar, që është një lajm jashtëzakonisht shumë i mirë, që qytetarët shqiptar janë ngritur të shumtë në bulevard. Edhe unë shkoj pothuajse për dita përtej dallimeve që ata mund të kenë me njëri tjetrin aty.
sepse siç e thash, nuk është momenti për të fokusuar te dallimet. Ajo që na bashkon në këtë moment është Shqipëria. Dhe këtu duhet jetë fokusi ynë. Dhe unë kam qenë në protest, që ditën e parë, nuk mund të them që kam qenë rregullisht, por kam qenë në pjesën më të madhe të ditëve. Dhe kam parë një entuziazëm shumë të madh dhe më vjen shumë mirë që aty shikoj njerëz nga ajo që ka ngel nga shtresa e mesme, sepse shtresa e mesme ka qenë gjithashtu në një agresion shumë të madh. Për mua ajo ka qenë më e sulmuara, në optikën time. Pa diskutim. Të rinjt që janë aty në shesh, kreativiteti i tyre e kështu me radhë. Protesta ka dalë me 5 kërkesa zyrtare, që është dorëheqja e panegociueshme e kryeministrit të qeverisë, mbajtja në një qeveri teknike, më pas shfuqizimi i ligjeve, të cilat të gjitha kanë qenë betejë të Partisë Demokratike. Dhe ndaj ne i mbështesim plotësisht të gjithë kërkesat që protestuesët kanë paraqitur zyrtarisht dhe kemi bërë me aq sa mundemi gjithçka që këto kërkesa të dëgjohen në arenën ndërkombëtare, në forumet ku ne marrim pjesë. Ishte rezoluta e Partive Popullore Europiane, për shembull, që u lexua dhe në bulevard, që ishte rezultati një pune që ka bërë Partia Demokratike, që është pjesë e Partive Popullore Europiane. Kemi bërë gjithçka që këto kërkesa të dëgjohen në parlament, sepse në kushtet kur për 53-54 ditë bulevardi është plot, qytetarët shqiptar janë në shesh, kanë kërkesa të qarta, parlamenti nuk mund të bëjë sikur kjo gjë nuk po ndodh, se është një absurditet shumë i madh. Dhe kjo që mazhoranca formale bën në parlament, që mbyll syt dhe veshët, në rastin më të mirë, në rastin më të keq sulmon protestuesët, qytetarët e lirë që janë ngritur aty, është e papranueshme. Dhe Partia Demokratike ka thënë që nuk do lejoj që këto kërkesa të kalojnë pa u dëgjuar ose të injorohen, por do bëjmë gjithçka mundemi që të dëgjohen në parlament dhe të kalojnë në parlament. Të paktën të kemi një votim në parlament dhe të shikojmë se si qëndrojnë palët politike në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, që është përfaqësuesi zyrtar i sovranit në lidhje me kërkesat e drejta të protestuesve. Ne i kemi paraqitur si nisma ligjore këto kërkesa që protestuesët kanë në parlament. Dhe çdo seancë, çdo komision parlamentar, me këto akuza, ne do bëjmë betejën tonë që këto të dëgjojnë atje. Si ndjeni kur dëgjoni Berisha në burg opozitë shitur? Tani aty ka grupime nga më të ndryshmet. Disa parapëlqejnë që të bëjnë opozitën e opozitës. Disa e kanë betejën me Partinë Demokratike dhe nuk e kanë me mazhorancën, nuk e kanë me qeverinë, nuk e kanë me kryeministrin. Kush janë ta? E kenë për partitë e reja apo? Mund të ketë grupime të ndryshme, unë nuk i di se nga vinë këto thirrjet. Unë di që fakti sot është protesta ka dalë prej kohësh me disa kërkesa zyrtare. Kjo që thatë ju nuk është kërkesë zyrtare, se nuk ka si të jetë. Do duhet por që reflektim pak kënaqësi, ëh. Këtë nuk di ta them nëse është një reflektim pa kënaqësie, sepse di që këto thirrje kanë ardhur nga grupime, qoftë ekstremit të majt, nga grupime të tjera që kanë zgjedhur ta bëjnë opozitë ndaj Partisë Demokratike dhe jo ndaj shumicës. Është një absurditet shumë i madh. Ka ndodhur në vende të tjera që të ketë pakënaqësi ndaj partive kryesore e tjerë, lëvizjet anti-establishment që kanë nisur, por nuk e bën njëri betejën ndaj partisë që është në opozitë, se nuk ka se si ta bësh, sepse nëse ti je në opozitë me një parti, domethënë je një parti opozitare, dhe është një parti që është në pushtet, ti do zgjedhësh ta bësh opozitën ndaj partisë në pushtet dhe më pas se ka zgjedhje të lira dhe të ndershme, vete dhe sovrani voton në mënyrë të lirë, por një nga partitë që është në opozitë dhe vot beson atë. Ndaj, kjo gjë zgjidhet në kutinë e votimit në kushtet kur ka zgjedhje të lira dhe të ndershme, por ti pa diskutim që do t'i kërkosh qeverisë që të doriqet, do t'i kërkosh drejtësisë që të bëj punën e vet, që të ketë guximin të shkojë deri tek kryeministri për të treguar që vërtet këtu nuk ka të paprekshëm. Dhe kjo është kërkesa legjitime që duhet ketë. Një intermezzo, meqense jemi te drejtësia, cili është qëndrimi që keni për SPAK-un me zotin Klodian Bravo? Të gjithë thonë që do ketë është një lloj qetësie para stuhisë ligjore gjithmonë të drejtësisë. Cili është qëndrimi që ka PD-ja? Unë në radhë të parë unë personalisht kam pasur një skepticizëm shumë të madh për punën e SPAK-ut. Veçanërisht ndaj drejtimit të Altin Dumanit. Për shumë arsye, sepse ka bërë arrestime shumë të bujshme.
Zoti Veliaj, patjetër dhe ajo që ndodhi zotit Meta, s'ken e shëmtuar ai lloj arrestimi, por ai ishte rrëmbim, nuk ishte arrestim.